Në serialin Qyteti i Largët, Gian përballet me një nga sfidat më të mëdha të jetës së tij. I shtyr nga dashuria për familjen dhe ndjenja e fortë e përgjegjësisë, ai nis një kërkim të pamëshirë për të gjetur Alien dhe djalin e tyre. Çdo gjurmë që ndjek e afron më shumë me të vërtetën, derisa rruga e çon drejt Fejazit. Në këtë përballje të tensionuar, Gian përdor jo vetëm forcën dhe autoritetin e tij, por edhe zgjuarsinë dhe intuitën e tij të mprehtë. Megjithatë, ai zbulon se Fejaz nuk është personi që qëndron pas rrëmbimit, duke e bërë situatën edhe më misterioze dhe të rrezikshme. Në të njëjtën kohë, drama e Nares prek zemrat e të gjithëve, gjendja e saj shëndetësore përkeqësohet aq shumë sa Shahin dhe Sadakat detyrohen të marrin një vendim tepër të dhimbshëm dhe të pakthyeshëm, ndërprerjen e shtatzanisë për të shpëtuar jetën e saj. Ky moment tregon se ndonjëherë jeta na vendos përballë zgjedhjeve të pamundura, ku çdo vendim lë plagë të thella. Nare përpiqet të pajtohet me humbjen e saj, por dhimbja e madhe shndrohet në zemërim të fortë ndaj Shahinit, duke krijuar një konflikt emocional që prek çdo shikues. Ndërsa Gian vazhdon hetimin e tij dhe ndjek Enginin, ai arrin më në fund të zbulojë të vërtetën që kërkonte me aq ngulm. Me një plan të menduar deri në detaje, ai afrohet gjithnjë e më shumë drejt zgjedhjes së misterit. Kur duket se gjithçka po merr fund dhe e vërteta po del në dritë, Alia bën një akt të jashtëzakonshëm sakrifice. Pa menduar për rrezikun, ajo vendos jetën e saj në lojë për të mbrojtur djalin e saj. Ky veprim tregon forcën e pafundme të një nene, e cila është e gatshme të përballet me çdo rrezik për fëmijën e saj. Gjani prekur nga guximi dhe dashuria e Aliës, shtyn veten përtej çdo kufiri për ta shpëtuar atë. Ai sfidon rrezikun, frikën dhe kohën, duke dëshmuar se dashuria e vërtet nuk njeh pengesa. Kjo skenë është një kombinim i fuqishëm i ankthit, sakrificës dhe ndjenjave të thella familjare, që e mban shikuesin të mbërthyer deri në sekondën e fundit. Mesazhi kryesor që përcjell kjo pjesë është se dashuria për familjen është forca më e madhe që mund të ketë një njeri. Një prind është i gatshëm të sakrifikojë gjithçka për të mbrojtur fëmijën e tij, ndërsa dashuria e sinqertë të jep forcë të kapërcesh edhe sfidat më të vështira. Episodi na mëson gjithashtu se e vërteta nuk del gjithmonë menjëherë në dritë dhe se durimi, mençuria dhe vendosmëria janë thelbësore për të përballuar sprovat e jetës. Një tjetër mësim i rëndësishëm është se jeta shpesh na vendos përballë vendimeve të dhimbshme, por të domosdoshme. Edhe kur zemra thyet, duhet të gjendet forca për të vazhduar përpara. Humbja, sakrifica dhe falja janë pjesë e rrugëtimit njerëzor dhe vetëm përmes dashurisë dhe besimit mund të shërohen plagët më të thella. Kjo është një skenë që na kujton se heronjtë e vërtet nuk janë ata që nuk kanë frikë, por ata që veprojnë pavarësisht frikës për ta mbrojtur atë që duan. Dashuria, besnikëria dhe sakrifica mbeten vlerat më të çmuara të jetës, dhe pikërisht këto vlera e bën këtë episod kaq të fuqishëm dhe të paharrueshëm. Pas sulmit të përgjakshëm që Fejaz organizon në rezidencë, gjithçka ndryshon. Gian e kupton se kjo nuk është një përplasje zakonshme mes armiqve, por një luftë ku çdo gabim mund të kushtojë jetë njerëzish. Për herë të parë ai vendos të mos veprojë i udhëhequr nga zemërimi, por nga qetësia, logjika dhe strategjia, me një plan të menduar deri në detaje. Gian e tërheq Fejazin në vendin ku ai ndihet më i fortë dhe i paprekshëm, vetëm për t'i treguar se askush nuk është i sigurt kur përballet me një njeri që ka vendosur të mbrojë familjen e tij me çdo kusht. Ndërkohë, brenda rezidencës po zhvillohet një tjetër betejë, me e eshtur por aq e rrezikshme. Sadakat fillon të dyshojë për sekretin që Meryem ka fshehur për vite me radhë. Ndërsa e vërteta del ngadalë në sipërfaqe, Meryem detyrohet të përballet me barrën e rëndë që ka mbajtur në heshtje. Ky zbulim trondit themelet e familjes dhe hap një derë që do të ndryshojë përgjithmonë të ardhmen e të gjithëve. Sadakat me vendosmërinë e saj karakteristike ndërmerr një hap të eshtur, por jashtëzakonisht të rrezikshëm, duke dëshmuar se ndonjëherë vendimet më të mëdha merren pa zhurmë, por me pasoja të pakthyeshme. Nga ana tjetër, Kaja përballet me plagët e tij të brendshme. Dëshira e fortë për t'u ribashkuar me foshnjën e tij e shtyn drejt një konflikti të ashpër me Zerinin. Zemërimi i grumbulluar prej kohësh shpërthen dhe marrëdhënia mes tyre
arri në pikën e kthesës. Në mes të kësaj lufte emocionale ndodhe Demiri, i cili e kupton se fundi i rrugës së tij po afrohet. Çdo veprim, çdo vendim dhe çdo fjalë tani ka peshë të madhe, sepse askush nuk mund të dali pa prekur nga kjo përballje. Ndërsa fronti i familjes Albora zgjerohet, këtë herë kërcënimi vjen nga bullgarët. Armiq të rinj dhe rreziqe të paparashikuara përpiqen ta largojnë Xhanin nga Alia edhe një herë. Por në këtë betejë përfshihet edhe Boran, i cili gjendet përballë një kërcënimi të pakthyeshëm. Lëvizja e Xhanit është aq e fuqishme sa mund të ndryshojë jo vetëm fatin e armiqve të tij, por edhe vetë fatin e Boranit. Megjithatë, për këtë ndihmë, Xhan kërkon diçka shumë të rëndësishme, që Boran të shkëpus më në fund lidhjen e së kaluarës që ka mbajtur peng zemrat e tyre për vite me radhë. Pas gjithë përballjeve, tradhëtive, dhimbjeve dhe sakrificave, Alia dhe Xhana arrin në një moment vendimtar. Për herë të parë, ata ndihen gati të dalin nga hija e së kaluarës dhe të shohin drejt një të ardhmeje të përbashkët. Të gjitha pengesat që i kanë ndarë duket se po bien një nga një. Dhe në këtë çast të mbushur me emocion, Xhan bën hapin më të rëndësishëm të jetës së tij. Pas gjithë betejave që ka fituar jashtë, ai vendos të dëgjojë zemrën e tij dhe t'i tregoj Aliës se tashmë zemra e tij i përket vetëm asaj. Kjo skemë përcjell një mesazh të fuqishëm për jetën. Na mëson se njeriu i fortë nuk është ai që vepron me zemërim, por ai që arrin të kontrollojë emocionet dhe të përdor mençurinë për të marrë vendimet e duhura. Strategjia, durimi dhe qetësia shpesh janë armët më të fuqishme përballë sfidave më të mëdha. Një tjetër mësim i rëndësishëm është se sekretet e fshehura për vite të tëra nuk zhduken kurrë. Herët avon, e vërteta del në dritë dhe ndryshon jetën e të gjithëve. Po ashtu, episodi tregon se plagët emocionale mund të shërohen vetëm përmes përballjes së sinqertë me të kaluarën. Vetëm duke lënë pas dhimbjen dhe krenarin, njeriu mund të ecë drejt paqes. Mbi të gjitha, kjo histori na kujton se dashuria e vërtetë është forca që mbijeton përmes çdo betejë. Kur dy njerëz arrin të kapërcejnë pengesat, frikën dhe hijet e së kaluarës, ata mund të ndërtojnë një fillim të ri. Dhe pikërisht ky është mesazhi më i bukur i kësaj skene. Pas çdo stuhie, zemra gjen gjithmonë rrugën drejt atij që e bën të ndihet në shtëpi. A mendoni se Xhan dhe Alia më në fund do të gjejnë lumturinë që meritojnë? Na shkruani mendimin tuaj në komente, sepse mezi presim të lexojmë opinionet tuaja. Ju falenderojmë për besimin dhe kohën tuaj. Deri në videon e ardhshme, ju urojmë shëndet, lumturi dhe sa më shumë momente të bukura me njerëzit që donim.